Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me në platformën e vetme televizive të realizuar sipas standardeve të verifikimit të fakteve. Sonte jemi me komunën e Gjakovës, ku po zhvillohet gara për kryetar komune. Në ballotazh për Gjakovën janë Ardian Gjini nga AK dhe Ardian Gola nga Lëvizja Vetëvendosje. Ardian Gjini ka fitu 47.53% në rundin e parë, ndërsa Ardian Gola 31.89%. Sonte i kemi këta dy kandidat dhe para se të nisim debatin, po dojmë ta theksojmë se përveç garës për kryetar, gara për asamblen komunale është po aq e rëndësishme se sa ajo për kryetar komune. Asambleja e Gjakovës i ka gjësej 35 asamblejës dhe sipas rezultateve preliminare, asnjë parti nuk e ka arrit shumicën prej 50%. Kjo do të thotë se formimi i qeverisjes së ardhshme do të kërkoj koalicione edhe marrëveshje ndërpartiake. Renditja e asamblesë është, si vjen këtu në fotografi, AK-ja i ka 12 asamblesë, Vetëvendosja 7, PDK-ja 6, LDK-ja 5, PSHDK-ja 4 dhe Alternativa 1. Po fillojmë njëherë, mirë se keni ardhur. Zotni Gjini, me ty mas pari, sa i përket investimeve komunale, qeverisja e ardhshme Gjakovës e pret një punë e madhe në infrastrukturë, pasi kjo komunë është në vendin e 26 me infrastrukturë rrugore sa i përket listës së matur nga Ministria, nga raporti performancës së komunave që matet nga Ministria e Pushtetit Lokal. E në buxhetin e komunës, për 3 vitet e ardhshme, kur e kemi analizu buxhetin e aprovum, janë para pa 42 projekte investive, të cilat prekin kryesisht rrugët. Vetëm në vitin 2026 janë para pa 9 milion euro investime. Më intereson prej kandidatëve, e kanë me i kry krejt këto 42 projekte në 3 vitet e ardhshme, qështu që po thot buxheti, apo ka me pas ndryshime, po fillojmë prej juve, zotni Gjini, të investimet kapitale. Faleminderit Jeta, pa tjetër që qyshën kry deri tash, kryhen edhe në të ardhmen. Mesatarja e investimeve kapitale tash në vit në komunën e Gjakovës është diku 15 milion euro, edhe e bën komunën e tretë në Kosovë me vëllimin e investimeve kapitale, mas Prishtinës edhe Prizrenit. Në të njëjtën kohë, gjithmonë buxheti përfundimtar është më i madh se ai fillestar, dhe duhet veç pak me spjegu këtë çështje. Na votojmë buxhetin në shtator, zakonisht buxhetin komunal për vitin pasues. Mirë po të hyrat komunale gjithmonë, të paktën derisa qeverisë unë, janë më të mëdha se planifikimi që vjen prej Ministrisë Financave, edhe si vjet veç kem dalë në buxhet suplementar, që do të thotë para 2 jave është përmbush kuota buxhetore të cilën e ka paracaktuar Ministria e Financave për këtë vit, vitin e kaluar, edhe veç jemi në tejkalim buxhetor, që do të thotë planifikimi ynë prej 15 milionëve, pa tjetër që rritet të paktën edhe për 1 milion vitin tjetër, për shkak se këto të hyrave tanake bartën vitin tjetër. Duhet me spjegu po ashtu që ka shumë projekte cilat janë në vazhdimsi, që do të thotë. Ka projekte cilat fizikisht nuk mund të kryhen brenda 1 viti, edhe ne e shpërndajmë buxhetin në 2 vite. Ka raste që e shpërndajmë edhe në 3 vite, po ajo është vetëm siguresë por mos me na shku mjetën në suficit. Do të thotë Gjakova e ka vendosur një model të buxhetimit për me arrit shpenzueshmërinë buxhetore në kapitale, kryesisht se tjerat janë standarde, në mënyrë që me mri për çdo vit kur e votojmë kabin në qershor, kur nisën afatmesme buxhetore, me i rirregullu shifrat në mënyrë që përqindja e shpenzueshmërisë me e kalu 90% që e kalon pothuajse për çdo vit, në fakt për çdo vit, nuk kemi ra kur përfundi, edhe që është ndër më të mirat. Sa i përket infrastrukturës rrugore, unë nuk e di çush e kanë mat, ama duhet me i theksu 2 ose 3 çështje. Komuna e Gjakovës e ka numrin më të madh të fshatrave në Kosovë, edhe territorin më të hap të banuar. Diku 600 km rrugë kemi ndërtu, në qytet edhe në fshat.
gjatë kohës sa unë po qeverisi, në fshat nuk i kemi as 2% rrugëve të papërfundume, në qytet janë 4 rrugë që duhen me u ribo edhe me dalin qytetin e ri. Për ndryshe, infrastruktura rrugore pothuajse po përfundon. Faleminderit, zot Nigola, investimet juaja kapitale nëse vinin pushtet, cila do t'jenë? Sa i përket investimeve kapitale, varet prej ato të cilat tashmë janë të kontraktuara, ato nuk mund të shbëhen dhe jo domosdoshmërisht duhet të shbëhen, të shkohet me gjykim a priori se janë të këqija, po ato të cilat kanë probleme qoftë në kuptimin procedural, qoftë në kuptimin e përputhjes me kushtet ndërtimore, të azam ndërtesat kolektive ose rrugët e tjera, ato duhet të rishikohen dhe të shkojmë tutje. Normalisht ne investimet kapitale përpos rrugëve, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me përmbylljen e unazës së jashtme, që kap diku rreth 11.3 km në tërësi. Synom që ta përfundojmë brenda mandatit, mendoj që është një projekt i trashëguar ka herët dhe mirë që të përfundohet dhe të funksionalizohet më mirë qarkullimi urban për brenda qytetit. Vetëm një përmirësim se mendoj që është fort më rëndësi se ka qarkullu vazhdimisht në debatet e mëhershme, ku zoti Gjini thoshte që investimet kapitale i ka zgjedhur në 3.5 milion euro, gjë që është informatë e pasakt, sepse shpenzimet kapitale, investimet kapitale i ka zgjedhur me 2017 5.5 milion euro, 2018 6.6 milion euro, dhe me thonë budget të cilën tashme kishte trashëguar nga zonja Kosore Lila, madje edhe me 8 milion të alokuara. Pra, pretendimi i tij në debatat e mëhershme që ka shumë fishu 5-6 fish nuk qëndron dhe mendoj që kjo është vetëm për shkak të korrektësisë në raport me qytetarët. Sa i përket investimeve tona, sigurisht që do të kemi investime edhe në Jakova Tech Hub, i cili do të jetë një investim jonë jashtëzakonisht të rëndësishëm, ai do të jetë një renovim faktikisht në ndërtesat aktuale ku funksionon qeveria aktuale, por që i dedikohet kryesisht zhvillimit të aktivitetit të kompanive të IT-s me rating ndërkombëtar, të cilët ne shpresojmë që do të joshim që zhvendosin edhe deg respektivisht branche në Gjakov, më pastaj përmes stipendimit të studentëve të kualifikohen në këto fusha, tu amundsojmë kontraktime dinjetoze me këto kompani, sipas modelit të Young Sales Scheme. Koha. Replikë keni kërkuar zotin Gjini. Po, kur unë e kam marrë detyrën në vitin 2019, në vitin 2017, falni, me 19 dhjetor, investimet kapitale të kontraktuara në komunën e Gjakovës kanë qenë 3.2 milion, ndërsa shpenzimet deri në momentin kur unë e kam marrë detyrën kanë qenë 2.7 milion. Në vitin 2018 kanë ndodhur rishikime, ribugjetime edhe bashkëfinancim me qeverinë e Kosovës edhe ka shku me njëherë në 8 milion. Nuk ka qenë buxhet komunal prej 8 milionëve, të hyrat e komunës Gjakovës në vitin 2017 kanë qenë në rangun e 3 milionëve. Tashi. Faleminderit. Okej. Unë vetëm po do më referu raportit përkatësisht informatës vjetore financiare për vitin fiskal 2018, raporti i cili është i gjeneruar dhe i evidentuar në vetë faqen zyrtare të komunës, kur qarta zë domethënë flasim për realizim të buxhetit të vitit 2017 me 5.4 milion, ndërsa për 2018 në 6.6 milion dhe të alokuara rreth 8 milion. Janë të mbledhuna ato që nuk dihet, unë t'i thash edhe në zjerrin, 3.2 milion ka qenë buxheti i aprovuar për investime kapitale, jo dhe për mana dhe për tjerë. Jo, vetëm për investime kapitale kjo është raporti. Okej. Mirë, faleminderit. Po du me dalë të tema e radhës që është arsimi, për shkak se raporti performancës e rendit Gjakovën si komunën e 24 në fushën e arsimit para universitar. Para Gjakovës renditën 23 komuna tjera si Vushtria, Ferizoj, Gjilani. Në buxhetin për arsim janë parapar renovime në objektet ekzistuese të shkollave, por nuk ka shumë plane për ndërtimin e një shkolle të re në çdo 3 vitet buxhetit që është aprovu javën e kaluar në Gjakov. Andaj më intereson ku ka me shku buxheti për arsim. Gjatë diskutimit ne po e ndajmë me juve tabelën se ku janë parapar investimet në objekte të arsimit në Gjakov në buxhetin e aprovuar për 3 vitet e ardhshme, që është 2026-2028. Më intereson, a do të ka diçka tjetër
edhe kandidatët a vendosin me hek ndonjë shkolle, me shti diçka tjetër në këto investime, por kryesisht poenta me këto tabela është të tregojmë se cili është buxheti i dedikuar deri tash edhe i aprovuar. Këtë radhë po fillojmë për juve, zot Nigola, investimet në arsim në Gjakov edhe reforma në arsim nëse keni me mujt me bo në 4 vitet e ashme. Minutazhin, të di ku kom të shoh, okej. Po, 2 minuta. Edhe me arsim kemi probleme jashtëzakonisht mëdha. Duke filluar me politikat kadrovike, bile tash po shohim edhe disa profesorë se si i bëjnë argat ose ofrohen si shërbëes politik në përfushata me komentet më banale të mundshme e më triviale, dhe mendoj që kjo tregon është indikatori më i mirë se në çfarë gjendje kemi rënë si arsim. Të kuptohemi, ai dhe ajo që komenton kështu në hapësirat publike duke promovuar dhunë e tjerë, nuk reprezenton edhe atë staf briljant që është, por në përgjithësi është indikatori një politike tepër të dobët kadrovike. Kemi probleme enorme edhe me organizim të mësimit, azam për shkak se transporti urban ka një orar që nuk e lëviz dhe nuk është vendosur për X arsye, e jo për arsye parimore, ka raste për shkollat profesionale që mbajnë mësim deri në 30 minuta, mësim të shkurtuar. Dhe enorm të probleme tjera të cilat për shkak të minutazit nuk mundi me i përmend. Por ajo çfarë ne ofrojmë parimisht si vetëvendosje është që të bëjmë reformën në modelin kabinetik të mësimit. Mendoj që kjo është ideja kryesore e gjetur të cilën ne do të synojmë ta zbatojmë. Po flasim jo për një rikthim në modelin e mëhershëm ku kanë qenë kabinete ku kanë shkuar nxënësit vetëm në atë kabinet, por po flasim për model kabinetik ku nxënësit shkojnë në për kabinetet të specializuara dhe kabinetin e ka nën pronësi ose nën kujdestari arsimtarit e zami biologjisë, i gjeografisë, i kimisë, dhe pajisjet aty edhe ruhen më mirë, edhe cilësia më pastaj e ilustrimit, edhe mësimit, edhe mësimdhënies edhe mësimdhënies është po ashtu shumë më mirë. Ne synojmë po ashtu të fillojmë me mësimin parafillor tërditor për 5 deri në 6 vjeçarët me qëndrim gjithditor dhe me kurrikul më të avancuar. Planifikojmë disa kopshte të reja për fëmijë, 2 në bllokun e ri, bashkinë 10 dhe 8 lokale, 1 në zonën qendrore, 1 në Gjakovën e Re, 1 në Rekën e Mirë dhe 1 në Dushkaj. Po ashtu do të investojmë shumë edhe në kampus, me që motoja ynë është që Gjakovën ta shndrojmë në një qytet universitar. Okej, faleminderit. Ju japim kushtesë pas 2 minutave, zotni Gjini, reformat në arsim. Faleminderit shumë, prapun nuk e di qeveria Kosovës çka nxjerr me ato shifra, po du më tregu diçka. Komuna e Gjakovës është e vetmja në Kosovë që nuk ka mo shkolla pa ngrohje qendrore. 27 shkolla e kemi instaluar ngrohjen me kolegët e mi normal. Të gjitha nyjet sanitare në shkolla janë renovu. Jemi të vetmit që i kemi dollapt për nxënës në të gjitha shkollat. I kemi instaluar 3 vitet që kaluan. Do thotë sistemi arsimor në Gjakovë që na takon neve është reformu totalisht. E kemi numrin më të madh fëmijëve në qerdhe për kokë banori në gjithë Kosovën. 8 qerdhe janë hap gjatë mandatit tim. 1 është ndërtuar prej qeverisë Kosovës, 2 janë adoptuar me ndihmën e qeverisë Kosovës, Ministrisë Arsimit, do thotë interierin e kanë bë, dollapa, karrika, banka. 2 i kemi ndërtuar plotësisht të reja ne, 3 tjera i kemi adoptuar në qerdhe. Do të thotë 8 janë. Në çështjen e transportit, Komuna e Gjakovës shpenzon më shumë në Kosovë për shkak se ju thash edhe një herë vetëm ne i kemi 88 fshatra të banume, edhe kryesisht fshatra bëhet transporti. Prandaj premtimi im kryesor elektoral në ndër të 4-it është renovimi komplet edhe ristrukturimi i transportit publik në Komunën e Gjakovës, është një prej pikave të mia kryesore të programit. Te çështja e universitetit, duhet më undal pak, po ju lutem. Nuk është kompetencë e komunës, ama nëse ka dështim serioz në Gjakov është Universiteti Fehmi Agani. Universiteti Fehmi Agani rrezikon me u mbyll në kohën kur në pushtet është zonja Arbrien Agavci edhe zoti Ardhian Gola. Nuk janë akredituar programet kryesore. Fakulteti i Edukimit është parambylljes, nëse nuk mundet me pranu hiç studenta si vjet. Kampusi ka nis 5 vjet masi që kanë marrë pushtetin edhe është të ndërtu një pjesë e vogël. Do të kur flasim për universitet, veç duhet me tregu që në fakultet edukimit fillori parashkollor janë pa akreditim, në fakultetin e mjekësisë, infermeria, fizioterapia, mamia janë pa akreditim, mos me shku matutje. Që do të thotë, në mbikëqyrjen e kësaj qeverie, Universiteti Fehmi Agani e ka psu kolapsin më të madh që prej fillimit të vet, me qenë se u përmend, se nuk e pata në plan mi përmend. Okej, faleminderit. Urnardhjan.
Me rend, Gola. Mashti vetëm në Gjakov, për sa i përket infrastrukturës, ka investuar 11 milion e 576.000 euro. Janë 2 shkolla, shkolla në Dëmjan për 2.800.000 euro, që ta vetëm një, edhe në Ponëshes, që është për 1.300.000 euro. Bile kjo Ponëshesit ka edhe rëndësi strategjike, sepse lidhe edhe një pjesë të madhe të rajonit aty. Qerdhe janë ndërtuar në Korenis, Bishtazhin, Shishman, edhe në Rezin me diku rreth 1.300.000 euro. Unë nuk di me çfarë raporte po shërbehet zoti Gjini, po këto janë raporte zyrtare të ministrisë dhe nuk mendoj që është sjellje e mirë edhe politike edhe elektorale me nënvlerësu investimet e qeverisë qendrore në Gjakov. Për sa i përket universitetit, ta kemi të qartë. Okej, edhe 30 sekonda me adresu universitetin. Vetëm po e theksoj, nuk jeni këtu me fol për nivel qendror, por masi përmene vet investimet në kampus e çelë muhabetin për Ja, si komunë ne mund të ndajmë. Ne edhe si komunë mund ndajmë. Po nuk ka në dilema të bashkëpunim me qeverinë, ne vazhdojmë ndajmë. Me adresu 30 sekonda punën e rrezikimit të mbylljes së programeve. Përkundazi, Universiteti i Gjakovës tashmë ka hapur edhe një program jashtëzakonisht atraktiv për inxhinieri kompjuterike, për të cilën është ftuar dhe zoti Gjini në përërim, mendoj që është një punë jashtëzakonisht e mirë, por që ky nuk ka ardhur me u bashkëngjit emocionit jashtëzakonisht madh që ka qenë në universitet edhe tek studentët. Përndryshe, shumë prej programeve të cilat ky po pretendon që kanë marrë vendim final të mos akreditohen, janë në proces të rivlerësimit nga ekspertiza tjera të nivelit të dytë të Agjencisë së Akreditimit. Por nuk mund të adresohet përgjegjësia as tek Ministria e as me pak të Komisioni për arsim që unë kam qenë si Faleminderit, Ardian. Vetëm ripërsëritje, nuk janë akreditu fillori, parashkollori, nuk muj me prodhumo infermieria, fizioterapia, mamia. Nuk kemi akreditime. A kanë muri akreditu? Nështë kanë me apliku, krenë në regull, unë nuk po e dëshiroj këtë gjohë, por në mbikëqyrjen e këtyne njerëzve, Universiteti Femi Agoni është gati me umbyll, që t'jemi të qartë, është faks. Të 11 milion veç për ju mbledhi, 2 milion shkolla në Dëmjan ka nisë në vitin 2020, që ta dijim, nuk është kryu. Është investim. 1.3 milion shkolla në Ponëshec ka nisë po ashtu në vitin 2020, jemi në vitin 2025, që ta dijim. 1 milion qerdhja o kry shpejt, vetëm qerdhja o kry shpejt, qerdhja në Tepikazes në Rezin o kry shpejt. Ajo është kry, në regull është. Qerdhet e ndërtume që i përmeni në Korenice, në Shishman, objektet janë të komunës, janë renovu për jashtëmi prej komunës, nuk janë ndërtu objektet reja, interierin e ka bo Ministria e Arsimit. Për shtemi do folë, edhe nuk pe kuptoj atë 11 milionëshin, po prapë po du mi thonë, mujmë me u kthy në punë të komunës. Nuk e kisha përmen universitetin, si kur mos ta kish përmen. Punë të komunës. 60 milion euro në presin investime në 4 vitet që vijin. Duhet me ditë ku me qu. Koha? Sa për punë 10 sekonda, sa për punë universitetet kanë autonomi, ato nuk janë në menaxhimin e mashtit, është rektori. Po, në gjithësësi po du për hir të opinionit me tregu generale që është. Ato janë në proces të rivlerësimit në nivel tjetër të ekspertizës. Mirë. Kush jemnon organet udhëheqëse të universitetit? Unë e di që është i pavarur. Ju bre jemnoni, moni kështu, mos thuni kështu Ardian. Jo, ajo është vendim kolegjial që derivon edhe nga Senati, edhe nga trupa. Po du me kthy debatin te niveli para universitar i arsimit. Për shkak se komunat përgjigjen për to, e vitin tjetër janë para pa vetëm 236.000 euro në arsim. Kallëzojmë Ardian Gjini mas pari, pse në investime kapitale janë para pa kaq pak të holla? Komuna Gjakovës në 4 vitet që vijnë e ka definitive që ndërton edhe një qerdhe në qytet, fillimisht në oborin e shkollës e Minduraku, është duke u projektu, edhe një qerdhe në regionin e Dushkajës si pas gjitha gjasave në Cërmjan që i mbledh, për me vazhdu atëhere me qerdhe tjera ku ka zgjerim të qytetit. E kemi një çështje, ne kem hap qerdhje edhe në për regionet fshatrave, nuk e kemi numrin shumë të madh për shkak se prind që punojnë i sjellin fëmijët me vete në qytet. Pse s'janë çdo gjë qerdhe në buxhet? Nuk kanë nevojë me qenë buxhet, është në projektim për shkak se ne nuk qesim buxhet për diçka që nuk e kemi përfundu projektimin, për shkak se na humbin mjetet. Mundet me u vonu komplet prokurimi. Qerdhet në qershor kanë me qenë të parapame, të buxhetume për me mri me i kry në vitin pasues. Amo kanë me undërtu. Mirë, sa pare kushtojnë që ato qerdhe? Varsisht prej madhësisë, qerdhja në shkollën e Minduraku duhet me kushtu dikun mes 500.000 dhe 800.000 euro, ndërsa qerdhja në Dushkaj ma lirë 200.000 euro. E ku i me një të holla për që ato?
15 milion euro në vjetë kemi buxhetin. Po diçkafit dush mi hek për diçkafit për me Jo, shtisë, nuk i ke hiqen, dedikuar nuk çfarë hiqen, buxhet? për shkak se pse nuk hiqen. Nëse shihni kabi ndron për çdo vjet. Do të thonë për çdo qershor ndron kabi. Nëse i merrni pjesën e bashkëfinancimit, është buxheti më i madh. Nëse e shihni për vitin 2027-2028, metni shumë e madhe në bashkëfinancim. Arsyeja pse met është e dyfisht. E para se duhet me pa qysh evoluojmë na. Çfarë investime ka me pas për nivelit qendror? Cilat projekte kanë me ecë më shpejt, edhe e dyta është se parashohim kanalizimin në përfshatra, edhe mbesin të bashkëfinancimi. Në qershor të vitit që vjen, diku për 7 muaj e gjys ose 8, kanë me i pa qartë edhe për vitin 2027. Okej. Faleminderit koha. Pjesa tjetër, Po, jo, më fal, shtu ta bën Adi tuta. Angola veç pak, koncentrimi është 2 minutat e arshëm në investimet, nuk folet asnjoni, për që ato po du me ju kthy. Investimet që keni me bo, fole për reformën në arsim, për kabinetet, po jo ku keme pas investime kapitale, sa buxhet keme qu në arsim edhe në cilat vende. Sepse vitin e arshëm janë vetëm 236.000 të buxhetume, qështu qush janë, 236.000. Shumë miliona euro janë kthy mrapa pikërisht për shkak të mungesës së vullnetit për të bashkëpunuar me qeverinë nivelet komunale për qerdhe. Unë s'kam nevojë me nda asnjë cent për ndërtim të qerdheve, për shkak se vizioni i qeverisë së vetëvendosje, që unë mendoj do të jetë prapë në pushtet, na mjafton që të kursejmë buxhetin vetanak për investime të tjera, ndërkohë që buxhetin qendror ta përdorim për qerdhe. Me këto 200.000 euro mjafton që ti me investu në trajnim dhe në rikualifikim të stafit, me që kemi të bëjmë me një kategori specifike të profesionale që kanë nevojë për updatim edhe trajnime të vazhdueshme. Edhe ato por duhet dërguar direkt në trajnim të stafit, sepse ajo është fort më rëndësi. Ne përpos infrastrukturës e kena problem arsimtarin, mësuesin që është në kontakt direkt me nxënësin. Po më lehet plotësoj edhe një aspekt tjetër saj për këtë reformës në arsim, është shkolla e artit aplikativ në Ish Mejtej Peruzhlia, që për shkak të një tradite të bujshme në art dhe kulturë që ka Gjakova, mendoj që kjo shkollë dhe rifunksionalizimi i saj për nevoja kulturore artistike, edhe për industritë kreative, artin, dizajn e tjerë, do të jetë një mundësi e mirë për të rinjtë tonë që të zhvillojnë talentën të tyre dhe më pastaj të bëhen forcë pune në komunë. Në shkolla planifikojmë të kemi vizita sistematike, sidomos të logopedve edhe të stomatologëve, në mënyrë që të kujdesemi më, si më thonë, sistematikisht për fëmijët tonë. Dhe e fundit është siguria në shkolla. Vendimi që është që të ndalohen telefonat në përshkolla nuk është duke u zbatu. Mendoj që kjo është jetike për cilësinë e mësimit në klasë, sepse ato janë në burim i drejt për drejt i shpërqendrimit, i dëmtimit të vëmendjes së nxënësve, edhe ato duhet eliminu. Do të insistojmë në hyrjet daljet e digitalizuara përmes kamerave digjitale, përmes ID-ve, edhe kjo do të garantojë një siguri më të madhe në shkolla. Që po përmend? Tash, unë nuk mendoj që kjo ka ndonjë kosto të lartë, për sa i përket ID-ve, është sistem i cili lehtësisht mund të kalkulohet nga ekspertët dhe nuk mendoj që mund të kaloj disa qina mijë euro. Jo më shumë se 1 milion. Gjini? Faleminderit. Nëse po flasim për kapitale, atëherë flasim për kapitale. Për shkak se trajnimet e gjitha tjerat nuk kategorizohen si kapitale. Ato shkojnë të subvencionet dhe pagat e meditjet. Te kapitalet, ju thash edhe një herë, parashohim qerdhe, një në qytet, një në Dushkoj, parashohim zgjerimin e disa shkollave të cilat hyjnë në mësimin gjithditor. Do të pilotohen, se nuk mundemi gjitha me i futë, është kosto tepër e madhe, kjo du me qenë politikë nacionale. Zgjerimi i disa prej shkollave. Kem para pas sallat e edukatës fizike në Emin Duraku që nuk e kemi, kem para pas sallat e edukatës fizike në Cërmjan, cilën nuk e kemi, edhe disa salla tjera. Për ndryshe, kemi hyrë në procesin e digitalizimit plot të sistemit të arsimit në Gjakov. Faleminderit. Shumë shkurt. Normalisht që trajnimet nuk janë në investime kapitale, ajo dihet. Unë thash që ne nuk kemi nevojë të ndajmë buxhet për investime kapitale përderisa qeveria qendrore do të ndajë. Edhe mendoj që edhe nëse eventualisht që shumë gjasa të vogla në ndodh, mos marrë kurti prapë në pushtet, unë mendoj që çdo qeveri që do të vjen duhet ndajë buxhet për këto qerdhe. Prandaj nuk i llogarita. Përndryshe unë i përmenda, kemi kopshte të reja që jemi të dashme i bëu në Gjakovën e Re, një në Rekën e Mirë, në Dushkoj, në
këtë bashkësinë 10 edhe 8 lokale, pra këto janë të parapama, po unë thash buxhet nuk kemi nevojë me ndonë, sepse fatmirësisht e kemi nivelin qendror. Kjo ka ideja. Në rekt mirë tashmo janë 2 qerdhe. Në Novosel është qerdhja, edhe në Skivjan është duke u adoptu pjesa e shkollës për qerdhe. Edhe njerëz bën zarar për kundrazi. Vicini po e di unë që nuk bën zarar, po tregoj që janë. Jo, unë s'po që janë. Po duhet me tregu që janë. Tem që është tepër më rëndësishme për mend sistemi i arsimit në Gjakov është ulja e numrit të nxënësve. Na kemi të qartë këtë punë. Nuk kemi nevojë për shkolla të reja shumë. Kemi nevojë për adoptime të hapësirave, për me i pas menzat, vendet ku nxënësit kanë me hongër gjatë mësimit gjithë ditor. Përndryshe, rënja e numrit të nxënësve e ka kriju një situatë në cilën shembull ta marrim në Skivjan ke mundësi me përdor hapësina për diçka tjetër, se ka rënë numri i nxënësve. Gola? Pikërisht edhe për shkak të rënies së numrit të nxënësve, kemi diku rreth 40 shkolla me nën 150 nxënës, e të cilat kanë drejtor full time pa dhënë mësim hiç, ndërkohë që duhet të jetë një normë ndarë edhe për menaxhim të shkollës, edhe për mësim, për shkak se kështu përcakton udhëzimi administrativ, e madje kemi raste kur kemi edhe sekretar. Mendoj që lipset një riorganizim i kësaj, por që deri më sot ka mungur vullneti dhe unë mendoj që me ne në pushtet do të rregullohet edhe kjo. Okej, po du me dalë të tema e radhës e shëndetësisë. Folëm për arsim, ndërsa në raportin e performancës, Gjakova renditet në vendin 16 për shëndetësi edhe ofrim të shërbimeve shëndetësore. Në buxhetin aktual është para pa vetëm renovimi i QKMF-s, me një buxhet për 38.000 eurosh. Këto janë investimet që janë para pa në buxhetin që e kemi marë prej javës kalume që është aprovu. Prandaj më intereson ku i planifikojmë investimet në shëndetësi tjetër, nëse ka investime tjera, apo janë vetëm këto, edhe çka kemi me pa në zhvillim të shëndetësisë në Gjakov, po fillojmë prej juves në qinë. Faleminderit prapë, nuk e di çka masin këta. Nuk e di çka masin, raporti performancës, performanca e komunave, që e merr një granti ka herë për saj. Okej, edhe në 150 mujnë më na qit, po absolutisht nuk ka kur gjotë vërtet aty. Sidoqoftë, faleminderit shumë. Jënë para pa mjetet për rregullimin e pullazit, ato që i keni pa, përndryshe QKMF-ni, ose QMF-ni, është para pa për vite e vite me u rindërtu me fondet eficiencës, është vanu, ato e në fonde që i menaxhon nivelli nacional, i kem pas në nënshkru me memorandumet, nuk kanë ndodhë, fatkeqësisht, aty është para pa që objekti që i cili është në qytetin e vjetër edhe dukjen me pasin qytet vjetër, me pas elementet eficiencës e tjera. Gjatë kësaj kohe, gjatë qeverisjes sime, të gjitha qendrat e mjekësisë familjare në përfshatra dhe në qytet janë renovu ato që kanë ekzistu, qoftë pullazet, qoftë ngrohjet, qoftë dyshemet, çdo që ka pas nevojë. Janë instalu laboratore të reja, janë ble pajisje të reja, edhe kjo është diçka që na mujmë me botë shëndeti primar. Shëndetësia është tepër shumë e ndërlidhur në Kosovë, nuk jemi njësi autonome ose njësi federale komunat. Banat esenciale vijnë për nivelit nacional, një pjesë e pajisjeve vjen për nivelit nacional, për shkak se mbajnë buxhetin kryesor, spitali menaxhohet për nivelit nacional, edhe janë ndërlidhura. Më duhet me thonë që kemi pas bashkëpunim të mirë me Ministrinë e Shëndetësisë, në shumë lëmi, duhet me e cek. Edhe nëse po flasim për ministrit, unë du me i cek disa që kemi marrëveshje të mira. Me Ministrinë e Kulturës, po. Me Ministrinë Qeku, po. Me Ministrinë e Infrastrukturës, gogja solid, e kësha qute 75. Me Ministrinë e Shëndetësisë, po. A më ka ministrime cilat nuk kemri as me komuniku, heq. Mirë, unë e veç po du më nalë edhe me thonë faleminderit që këtë moment kur kush s'po pajtohet me kërkon Kosovë për me ecë punë për para, në lajm është kur një kryetari komunës i opozitës së tanishme, apo të para tanishme, e kallëzon diçka veçantë ku kanë shku Me qenë se i punë. pata disa sekonda dhe unë alim këtu. Urdhë. Nuk e kom fsheh kur që kemi memorandum të mirë me Ministrinë e Kulturës. Jo një, disa. Nuk e kom fsheh kur që kemi memorandumet mira me Ministrinë e Infrastrukturës, kom dalë në televizion vetë, kom dalë edhe në rrjetet sociale. Po më duhet me thonë që është brutal Ministri i Financave, shembull, ta marrim me ne. Nuk ka dasht me një për ne, na ka sakatu buxhetin. Nuk ka dasht me na leju as me buxhetu kontratë kolektive për me imbulu ato investime. Na kanë marrë për mbarust kiamet shumë mjete. Nuk e kom hiç problem
me tregu ku kemi pas bashkëpunim edhe ku nuk kemi pas. Mirë, faleminderit. 2 minutat e juj për investime shëndetësore. Ja, veç një replikë shkurt nëse Okej, hajde. Pa dashme i bo apologji kërkujt këtu, as më pak domethënë qeverisë, se s'kam nevojë, por do të theksoj që kontrata kolektive është pikërisht është ilustrimi më i mirë i një qeverisje arbitrare. Vetëm se ju ka tek dikuj atje, përpara zgjedhjeve hajde të bojmë koalicion, hajde po i thirrim sindikatat, ju premtojmë që to dhe kontrata kolektive është bë buxhet dëshirash pa buxhetim. Edhe për herë të fundit në 2024, për vitin 2025, Hekuran Murati u ka dhënë mundësinë për një buxhetu dhe nuk i kanë buxhetu. Kjo është informatë zyrtare nga Hekuran Murati. Pra, mos e fajsoni Hekuran Muratin për një të bëm, unë do thoja dhe kriminale në kuptimin politik të fjalës, me pajtimin e një kontrate kolektive pa buxhetim. Kanë miratu kontratë kolektive pa 2 minuta të japim për investime, replik lidhur me çfarë? Kontrata kolektive e cila është nënshkruar shumë moti, është e vërtet që nuk është buxhetu, nuk janë pyet komunat hiç, ama ajo ka ndodhur para shumë viteve. Lëvizja vetëvendosje është që 6 vjet në pushtet. Për 6 vjet mu kanë tërheq 12 milion euro për investimeve kapitale. Që t'jemi të qartë, shifrat po i flasim, faktet po i qesim në tavolinë. Nëse kanë bëu gabim ata përpara, ka qëndosh me e rregullu, se nuk ju viju 100 vjet për me rregullu atë çështje. Ka qëndosh me i leju komunat me buxhetu ose me qenë se po flasim për qytetarët Kosovës, që janë mësues, arsimtarët, atëherë ka pas mundësi qeveria e Kosovës me buxhetu vetë, se në memorandum është cek që Ministria e Financave e mbulon koston në atë kohë. E tjetra është, duhet me thonë edhe një, ai farë vendimi për kontratë kolektive është njëjtë si kur ky vendimi për me shpërnda pensione, paga, këtë njëjtë është këtë njëjtë. Okej, Ja, nuk është faleminderit. njëjtë sepse për këto ka vendim, ka buxhetim. Nuk ka kalu buxheti me bua. Hekuran Murati, unë kam informatë zyrtare, ju ka ofruar mundësinë e buxhetimit. Nuk është e vërtetë. Veçanë buxhetore nuk e keni ndonë vitin 2024. Absolutisht e pavërtetë është. Për investimeve kapitale. Kretë çka thot Ajniri është e pavërtetë. Ku ta ndëgjon, ai këtë debat, tash janë 2 ka me minuta. danë publike dhe ka me demantu. Zotni Gola, Besoj që ajo është po shkojmë te 2 minutat e korrekte, juj. nuk e flet vërtetën. 2 minutat për shëndetësi, investime në shëndetësi në 4 vite të ardhshme në Gjakov. Mas po edhe shëndetësia ka probleme sikur se çdo sektor tjetër që duhet të ishin lehtë evitueshme. Për shembull, keni objektin e ÇKMF-s që është funksionalizuar pa pranim teknik. Unë mendoj që është modeli më i keq i mundshëm që institucionet shtetërore të funksionalizojnë një objekt, një institucion pa pranim teknik. Aty ka vështrime në podrom, ambulancën nuk e nxe hyrja, domethënë është skandaloze nga mënyra se si është ekzekutuar projekti. Ka filluar shërbimi paliativ pa staf të kualifikuar, që mund të është gabim. Ti fillimisht duhet ta kualifikosh stafin, ti ke stafin e nevojshëm edhe më pastaj të fillosh me shërbimin. E jo me staf pa kualifikuar, më një infermierë aty edhe hade ofrojë shërbimin paliativ, se nuk është ai bash çaçkollaja ajo punë. Përndryshe investimet tona do të jenë në reformim për sa i përket shërbimit mjekësor, të zonë do të kemi mjek për çdo familje dhe kjo nënkupton zonimin. Do të fillojmë fillimisht me një lagje, si një lloj pilotimi, ku do të kemi zonim dhe vendosje të orarit për secilën lagje dhe fshat. Ajo që është inovative në programin tonë mendoj është shërbimi geriatrik, që nënkupton një kujdes sistematik dhe të vazhdueshëm për kategoritë e moshuara, të cilët edhe nëse nuk kanë ndonjë smundje kronike, ata i nënshtrohen rregullisht një ekzaminimi, testimi, mënyrë që të shihet dhe të parandalohet çfarëdo smundje eventuale që mund ta pengojë thjesht jetën e tij. Do të rrisim stafin dhe trajnimet për vizitat tek nënat lehona, duke garantuar mbështetje të plotë sidomos pas lindjes dhe do të investojmë menjëherë në kualifikimin dhe në trajnimin e stafit për shërbimin paliativ dhe jo të vazhdohet kështu sikurse është. Edhe diçka që është mendoj është autentike jona është shërbimi për parandalimin dhe trajtimin e varësive nga droga, alkoholi, lojrat e fatit etj, që do të bëjmë një sektor të veçantë për brenda ÇKMF-s, mënyrë që të vihet në shërbim kësaj kategorie të ndjeshme të popullatës. Faleminderit, Gjini. Faleminderit Jeta. Ne e kemi një drejtori të përbashkët të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, ju tregova. Në kuadër kësaj drejtorie ne e kemi ndërtuar një objekt banimit social, tash e kemi kryer, e kemi ndërtuar qendrën e qëndrimin ditor për pensionist
që e kem kry, është një objekt i jashtëzakonshëm, është fantastik. Mujmë thonë që shërbimin paliativ jemi më të mirë në Kosovë dhe kemi hapë. Ata janë njerëz shumë profesional, gra burra që punojnë aty, dhe dinë punën e vet, çka kanë me bë. Ka vite e vite që i ofrojmë shërbimet në shtëpi për lehonat, kemi pas bashkëpunim me organizata ndërkombëtare, nuk po i ceki tash, e kemi bashkëfinancuar projekt. Kështu që po i them që kemi ecë shumë, nuk jemi në vitin 2017. Okay. Unë po du më kthy te buxheti, po thuni që keni ecë shumë, po i keni vetëm 35.000 të dedikuar për investime kapitale. Thash që është një projekt, vetëm një projekt është aty, një projekt, cilin e kemi është i buxhetuar, është një renovim emergjent i qatis, për shkak se e kemi... S'ka investim tjetër? Shiko, e kemi memorandumin për renovim të plot, duhem me prit çka ndodh me fondet e eficiencës, nuk mujmë me i pas 2 memorandume në jetën. Tjetër kun? Investime tjetër kun? Praktikisht ne i kem kry, për mirëqenie sociale duhet me punu, ne nuk kem nevojë me ndërtu qendra tjera të mjekësisë familjare, nuk kem nevojë. S'ka nevojë Gjakova me ndërtu prap. Shumë thjesht është kjo punë. Mëmirë. Për kapitale po flas. Mirë, laborator s'ka nevojë, vegla? Ato janë tjetër sa nuk janë kapitale, një pjesë e tyre nuk janë kapitale. Laboratorat e mëdha kualifikohen. Një pjesë e tyre hyn te mallnat edhe shërbimet. Do thonë se na blejm pajisje, na blejm preparate, kritkohen shpenzohen mjete, ama objekte të reja nuk kem nevojë me ndërtu. Edhe diçka duhet me sekunda. Është hera e 10 që jam të e përmend në për debate. Që CKMF-ja e re është ndërtu para se me qenë unë kryetar, është vendos lokacioni para se me qenë unë kryetar, e kom gjetë të ndërtume vetëm me hap. Këtë pak punë kanë pas met. Me pas qenë unë nuk kisha vendos me e bu aty, nuk kisha vendos me e bu ashtu. Unë nuk kom shku në komunë Gjakovës me fshin histori. Kretë që ka ndodhë aty, ka ndodhë para se unë me u bu kryetari komunës. Pse nuk ka pranim teknik, është se operatori cili ju ka shkput kontrata, nuk i ka pru do rafta, diçka e në pajisje kretë vogla, edhe pranimi teknik nuk bohet pa e kry kretë punën aj. Për ndryshe, kretë gjithë shka tjetër është qysh është para pa në vitin 2015, kur gjo nuk kom ndru. As një gozhd. Faleminderit. Jo, për zotë gjini, pranimi teknik s'ka të bëj me rafta, pranimi teknik në kupton vlerësimin. Bre, ka të bëj bre ardian se mos më shtimet thonë që nuk pidi këto sen. Edhe po, nuk është punë rafti atë, është punë që ky objekt nuk i plotson kushtet për me funksionu si urgjencë. Jo, bre, nuk është qashtu. Kjo është problem, po në rafti nuk mundet me qenë pjesë e vlerësimit teknik, nuk mundet me qenë. Këtë din çdo kush, nuk mos... Tash apo kthehem te projektit investive kapitale. Do të shpjegoj këtë punë edhe. Jo, rafti nuk është pjesë e vlerësimit. Vlerësohet statika, vlerësohet komplet infrastruktura, rrjeti, çatojnë domethënë objekti i analizimit i vlerësimit të pranimit teknike, jo raftat. Ato janë vlerësuar. Ndryshe lokacioni mendoj që është i mirë, nuk ka problem lokacioni atë. Problem është... Ka problemi. Okej, mirë, nëse veç përdojnë kështu atjere. Lokacioni është problem për shkak se ti ke vendosë që stadiumi me u vendosë aty. Se ideja fillestare ka qenë se stadiumi shku në Rëzin. Aty me bo banesa. Jo, s'ka qenë aty, me bo banesa. Unë për të kalëzë që ka qenë ideja. Edhe më dhe që ka qenë ideja shumë e mirë. Se çfarë ka ndodhur tash, është që ti përbrenda një perimeter jashtëzakonisht vogël, e ki urgjencën, stadiumin në nivelit 4 edhe shkollën. Që është katastrofë, është ngulfatja asaj hapësire, është gabim, këtë kërkon mungesën e vizionit. Është dashur ashtu siç edhe është mendu, stadiumi me shku në Rezin, edhe urgjenca me qëndru këtu. Po tash ka ndodhur me qeverisjen e Gjinit, na e dim gjithë. Mirë, po nuk ka nevojë studi kënd tjetër. Fakti që ti ke trashëguar këtë projekt, ti nuk është dashur me pranu as me leju me funksionalizu, po me marrë në përgjithësi kompaninë e cila e ka ndërtuar atë objekt, pavarësisht kush e ka kontraktuar dhe më thon, ti Aran, që ky s'është ka të pranoj çështu, autobollanta nuk është ka të hin çështu, ki vërshime çështu, nuk ta pranoj edhe ti kemi kompenzuar cent në cent ose e rregullon komplet ndërtesën. Shumë gjana po fliten këtu, me asnjë plan rregullues aktual prej vitit 2005 kënej, nuk ka ekzistuar ndonjë projekt për stadiumin jashtë qytetit. Kur ndërtu CKMF-ja, stadiumi ka qenë qatë, vetë që është të bo maj mirë. Nuk jam të thonë kur gjuhë për atë CKMF. Po veçëm të thonë që sa herë të flasish me mu, nuk jetë të folë me mu se se këmbohën. Shumë thjesht. Unë është me folë ti për diçka tjetër. Nuk i thret kryetari i komunës operatorët me i thonë o Jaran hesti kos qëto se ki bo, po ka procedura, cilat jënë njek edhe veç fakti që nuk i është bo pagesa ati operatorit tregon që
funksionojnë organet në komunën e Gjakovës, edhe nuk ja kanë pranu për mungesat të sjelljes, jo për statik, jo për dysheme, jo për drejtor, jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që nuk jo pranu objekti për shkak statikës, bre. Nuk është e vërtet. Qyshe kanë bo dizajnin, është diçka krejt tjetër. Faleminderit. Koha. Jo, më fal, nuk mundën më pranu për teknikisht një objekt që nuk i plotson kushtet elementare të urgjencës. Zotë Gjini, nuk po tin ambulanta brenda për shkak të platosë së ulët, por ka vështrime poshtë, për çto s'pranohet teknikisht, çka duhesh me bë ti. E kuptoj, unë po përdori pak në gjuhën metaforike jaran, është e kuptueshme, si funksionojnë shumë me procedura me ligje. Ti duhesh me inicu procedurë edhe me thonë, çit projekti ke bëu çështu, e ke ekzekutuar çështu, soi të plotësoj çdo kushte, apo e bën ç'është duhet, apo i kthen paret. Edhe një herë se këto janë këto çështje Ardian. Është procedura, nëse e ka vërtetë procedura. Jo, nuk është ashtu procedura. Këto bisedime kësaj përshkaktojnë tepër shumë huti të njerëzit. Operatori e ka marrë projektin cilin e ka hartu komuna e Gjakovës në vitin 2016. Ai e ka realizu edhe hymjen për fundi, edhe platot, edhe kretë si pas projektit që ja ka dhonë komuna, dhe nuk mund është i mi thirë, pse se qove, se komuna ja ka dhonë projektin asisoj në vitin 2016, kër e ka kontraktu. Nuk ka që ka me boj. Ai ka met pa i sjell pajisjet e fundit, edhe që kjo është krejt bre. A bën min që ata që e kanë bërë projektin keq, edhe me dhonë përgjithësi. A bën? Bën që ka më bo? Zot Nikola, çush e kishe një këti? Zot Nikola, çush e kishe një këti nëse jo me anal paret, sepse po folim për 2016, për kohën që ka qenë Mimoza Kusari, kryetari i komunës. Çat herë projekt. E qartë, unë s'jam të kontestu, a ka fillu, a s'ka fillu, se dorën zemër shumë, çka ka fillu në kohën e Mimozës. Edhe unaza e jashtme, edhe objekti i komunës, edhe Lumi Krena me ide, nështë ta u keq edhe pse o projektu keq. Problemi është që nëse ti ki ta shikun një projekt me defekte, ti duhesh me ndjek, edhe nëse unë vinë pushtet, normalisht që ko me ndjek procedurën që më thirën përgjësi qoftë hartus të projekteve, qoftë të projektit, qoftë ekzekutus të projektit. Po ndërprej kontrata ta, të operatoris. Po ndërprej, si ju ka dhënë pare. Nuk ka marrë puna veç më ndërprej, sa i ka marrë parë shumë atepër se sa që është dasht për shkak të cilësisë së punës që ka kryj. Ai duhet më ndjek edhe penalisht në fund janë nëse nuk përgjigjet. Okej. Faleminderit. Ki mekanizmat procedural ligjor. Vetëm duhet me pas vullnet si kryetar komune me vendos drejtësi edhe kur më kompanit mos më guxu me bë eskivazha. Çka ka ndodhur masi që si ndon paret s'ka vazhdu që kompania ka proces tjetër që ta zhvillu. Gjitha proceset ndiqen, nuk janë procese kështu që shpo ndëgjojmë. Këtë që ka mundet me bo komuna është me ndërprej kontratën, me konfisku sigurimin. Nëse ka pas vepër penal, nëse e ka ndru projektin, shkojnë edhe në gjyq. Dikun ja 30 lanë na i kem qunë në gjyq, veç për vonesa. Edhe i qojmë. Edhe që ka me ndodhë me qatë pranim teknik për ta shetutje, a është u punu në pranim? Këto e në procedura, edhe gjyqësore, edhe teknike. A është angazhu një kompani tjetër me ndreq? Edhe një herë. Nuk e di qysh mi ushti në kry krejt njerëzve. Nuk ka defekte në projektin cilin e ka marë operatori mi kry. Nuk i ka sjell 2 pajisje krejt thjeshta që në rafta, nuk e di që adreqin. Mira, janë sjell? Bo, nuk muj me i sjell pa kry krejt procedurat në këtë operator. Duhet më kry edhe gjyqë edhe krejt. Nuk mujmë nami kontraktu dikon tjetër. Tashti me vite tona duhet me prit gjyqina? Që kjo është Kosova jeta, nuk kom qa me bu. Se s'mujnë mundreq dhe sa ndodhë procesi gjyqësu? Ose nuk janë as esenciale, se janë të funksionu ata. Edhe tjetra është që nuk mundemi na me ble pajisje, të cilën nëse e fitojmë gjyqin e marim edhe një herë. A jeni të kuptu bre se në procedura ligjore, jeni të folë, thuse o koll katedralja Notre Dame. Po jemi të folë për një cikrim të vogël, kretë cikrim, shkoni shehni që këmë fënë që shashtë. Për nërë mi hup një orë me folë për këtë temë. Për nërë, kryetari komunës, mos me kuptu katë san elementar që futja e autoambulancës në podrum është jetike për një funksionim cilësor të institucionit, me thonë që një cikrime, përbjesë për mu është ka që kështu është një madhë. Futet autoambulancë. Që futën vërshime aty, me thonë që është cikrime, është kabim shumë i madhë. A dini që do të mendaj autoambulanca jashtë në borin e urgjencës në 40 gradë Celsius verës ose në minus gradë Celsius dimnit, të thotë që është autoambulancë komplet jo funksionale, sepse aty edhe pa pas nevojnë është ta me dek në kuptimin e kushtëve që e nëse ti vjen pushtet, sa pare investon me ndreq këtë punë, edhe a e prej gjyqin më krya investon në ndreq këtë punë? Jo, këto ka, du të më njëtë vetëm ligji, du të më thirën përgjësi, hartus të projektit edhe ekzekutus të projektit. Së ndoshta ekzekutimi është problem. E qyshe ndreq situatën për me hi autoambulanta mrena, a e ndreq as e ndreq? Sigurisht që ka më ndreq.
Absolutisht që ka mund drejq, sepse unë i kom dur të lira, nuk jap llogari kërkujt, përjashtimisht sovranit edhe institucioneve të drejtësisë, unë më njëherë, me të ardhur në pushtet, do të thirri të dy palët, me ul aty dhe me kqyr kosh problemi dhe ka më rregullu. Nëse ata nuk shprejnë vullnet me u rregullu, normalisht janë mekanizmat ligjor, kallëzimi penal, akt akuza etj. E ata shka bën gjyqësia, ai diçka tjetër. Po për mua është fatale me thonë që është cikrime që platoja ashtu nuk bëjnë autobalanca ose që ka vërshime brenda. Po nuk tha për plato, po për rafte është cikrim tha. Jo për platon, mos me hi. A mundeni me ndrejt punën e hyrjes së ambulantës mrena? Ka autoambulanca që hyjnë, ka që nuk hyjnë. Domethënë, normal që edhe në ÇKMF ka vende ku një autoambulancë të madhe nuk e nxap. Hyjnë autoambulancat, që t'jemi të qartë se me të vërtetë është e tepruar që kjo punë. Me të vërtetë nuk është dramaticiteti më i madh në Kosovë. E dyta, po ka problem me ujna. Mirë po problemi me ujna atmosferike dhe zeza kryhet si vjet kur vendoset kolektori në tranzit, në rrugën tranzite, se aty s'ka pas as kolektor heq, kur është ndërtu ai objekt, kur është para pa ku me u lidhë në kanalizim, që se kum para pa unë, e ka këtë problem. Mirë po, para fundit këtij viti, kolektorët e ri edhe të ujnave të zeza, edhe të ujnave atmosferike që janë të ndërtu në tranzit, kanë me mbledh komplet tranzitin kanalizimin asaj pjesë. Masi u përmenen kolektorët, kjo na shtin në temën e ambientit, që po dojmë fol prej tash tutje, performanca e Gjakovës në ambient renditet e 24-ta në krejt Kosovën, në buxhetin e komunës, janë para pa disa projekte në ambient që kanë të bëjnë me rregullimin e shtretëve të lumit, edhe vazhdimi i shtratit të lumit Krena, me u investu në te. Tash, po du prej kandidatëve me listu për 2 minutat e arshëm, ka 2 minuta se cili projektet që do t'i shtyjnë ata për para nëse vim pushtet në fushën e ambientit, po nisim prej juve, zot Nigola, 2 minuta për investimet në ambient. Është jetike, është urgjente trajtimi i ujrave të zeza dhe instalimi i kolektorëve. Fatkeqësisht, edhe 25 vite me radhë, ne ende sot e bëjmë tim trajtimin e ujrave të zeza. Ajo çfarë na duhet fillimisht është një studim fizibiliteti, respektivisht një skanim i gjendjes, që të shohim se si mund të lidhen vendbanimet e caktuara në aglomerate, ashtu që të dimë sa impiante të trajtimit të ujrave të zeza mund të bëjmë. Sepse në mungesë të këtij studimi, në mungesë të këtij skanimit të gjendjes, ne përfundojmë në arnime, në improvizime, që më pastaj mund të zgjidhin problem në mënyrë afatshkurt, por fatkeqësisht prodhojnë probleme afatgjata. Ne nuk jemi të interesuar për këto zgjidhje problemesh, ne jemi të interesuar për zgjidhje të qëndrueshme problemesh. Por sigurisht prioritet do të kenë fshatat të cilat ose vendbanimet të cilat veprojnë me gropa septike, që mendoj është forma më e papërshtatshme e trajtimit të ujrave të zeza. Mirë po tash se çfarë impiante mund të investohen në impiante biologjike apo mekanike me kaskada si me biodisje, për impiante teknologjike mendoj që është pak problematike, ani pse pikërisht për shkak të se Gjakova ka një hapësirë jashtëzakonisht të hapur geografike dhe fshatat janë kryesisht të hapura dhe është shumë probleme funksionu me impiante teknologjike sepse kost efektiviteti është domthonë i ulët. Por fillimisht me këtë skanim neve na ndihmon që ta kemi gjendjen e pastër, të qartë, të saktë dhe më pastaj besoj që brenda 2 mandateve e tëra mund të rregullohet. Mirë po jo pa analizim të investojmë të azam për shembull në lumen ose në liçet, të cilat janë edhe projekte kryesore të zotit Xhini. Mirë po çto kanalizimet kushtojnë? Ku do t'i merrni paret? Sa mendon që kanë me të kushtu kanalizimi me ushtin krejt Gjakovë? Kryesisht investimet në kanalizim kanë ardhur nga organizata të huaja, si për shembull KFAV-ja, Swiss Cooperation Office, kanë qenë jashtëzakonisht kështu agjile në edhe japin fakt, sidomos instrumentet e Bashkimit Evropian japin shumë para për trajtimin e ujrave të zeza dhe ndërtimin e infrastrukturës së kanalizimit fekal dhe jo vetëm, edhe atij atmosferik. Faleminderit, zotni Xhini. Shumë thjesht, Krena është të punu edhe deri në qershor të vitit ardhshëm rrin deri në Ernik. Lumi kryesor që kalon në për zonën urbane, s'ka mu kanalizime. Jënë fut kolektorët në 2 anë, deri të ura Talicit veç janë kolektorët. Lukaci, nëse shkoni tashmi pa është të punu prap me kolektorë në 2 anë, këtë kanalizimet që janë derdhë në Lukac janë të shku. Nëse shkoni me pa Ernikun, keni me pa të punu.
prap. Jemi të folë për zonën urbane. Me këto 3 projekte, zona urbane komplet pastrohet prej ujnave të zeza, edhe ka me qenë e vetmja në Kosovë dhe është sot mas mirë në kretë Kosovë. Impjantin e kemi lëshu para 5 viteve në punë. Jemi të ecë në përfshatra, asë një komunë në Kosovë, asë një qytet në Shqipëri ose në Maqedoni nuk i ka fshatrat me ujtë trajtum, edhe ma gjënë. Na i kem para po 15 milion euro për 4 vitet që vinë me i kry kanalizimet në përfshatra. Edhe ata që bojnë planet fizibilitetit, duhen veç me shku deri në Batush. Edhe për deri sa na jemi të fol, atje jënë të punu në kolektor, jënë të ecë kolektor, është të ecë shtrati i lumit Gusha. Duhen veç e kem nisë, pa kalu në vitin 2026. Te fondi i bashkëfinancimeve, cilin e gjeni aty, që aty do të munalë, se fondi i bashkëfinancimeve është fondi i cili ka me u përdor mas shumë të për kanalizime. Pse? Për shkak se ka me pas bashkëfinancim. Pa tjetër, se këto janë asetet KRU Gjakovës, që udhëheqet për nivelit nacional, po prapë në Gjakovës kemi marrëdhënie mira me ta. Pavarësisht sa mjete ka me nxjerrë qeveria përmes KRU Gjakovës, unë për 4 vjetë që vinë, kom me i kry kanalizimet në përfshatra edhe në qytet komplet, edhe kom me e bo Gjakovën, komunën e parë ndoshta në Ballkanin Magjën, që e ka një gjotë të tillë të trajtume. Te mjedisi në përgjithësi, përmbi 13.000 fidani në njëllë në Gjakovë në mandatimin. Edhe muni me dalë me i pa rrugët, muni me i pa Krenën, muni me i pa qendrën e qytetit, muni me i pa rrugët në Bllokëri. Muni me dalë ka doni me pa mbjellje. Muni me pa rrugën Nën Tereza që është sot, që mbëjqin protesta. Këtë muni me i pa. Sa ka me kushtu me bo Gjakovën që shtu shpëthu komunën e parë në Ballkan që i trajton ujat? 15 deri 20 milion euro maks që kanë mbet veç. Impjantin e trajtimit ujnave të zeza kemi, edhe kolektorët e Krenës edhe të Llukacit mrinë në impjant. Qyteti mbulohet. Në përfshatra. Edhe po mendon me e kryen dhe në fund mandatit. Po krejt. Për shkak se këtë studim na jemi të e bo që sa vite, nuk ja kemi nis tash. Kolegtemi edhe unë, me vite kemi mendu edhe për gjeografinë e terrenit. Kemi bo projekte, të hartume për zonat fshatrave se si kanë me uduk kanalizimet. Nuk mujmë me bo trajtim biologjik, se është problem hapsina. Për një trajtim biologjik, për një fshat ka me në udesh diku 1 hektar me bo bazenin për me u trajtu dhe me miell levant ose diçka. Nuk e kemi atë hapsin. Kudo që e kemi, po. Amo nuk e kemi gjithkund atë hapsin aq të madhe me bo trajtim të natyrshëm, që ma i mirë në fund. Faleminderit. Ka me pas biodisë që kryesisht. Biodisët janë që na shkëton. Sa pika su më bon shumë. Nëse shihni buxhetin për 2026, 2027, 2028, vetëm ka 100.000 euro janë do për trajtim të ujrave të zeza. Vetëm 100.000 euro. Unë e kuptoj që është bashkëfinancim, po ti bashkëfinancuesi duhet me dërgu pak një seriozitet. Se po i ndan 1.700.000 euro për infrastrukturë të liçenit rekreativ, apo më ndan ti më vetëm 100.000 euro për kanalizim, kjo është mungesë e seriozitetit, kështu të pak në reflektohet tek donatorët. Studimi e ka thonë edhe në debatin e fundit që e kemi pas. Nuk kena asgjë publike, ndoshta ti të bëj studim, po ai studim është për publik. Unë mendoj që projektet që kanë bëu do të qenë publike. Unë nuk e kam pyet tek investitorët, kam pyet tek bashkëpunëtorët, bashkëfinancues, por kanë thonë nuk ka studime për fshatra. Po, është ky për qytet, madje edhe investimet që bëhen në tranzit janë si rezultati një studimi fizibilitetit të vitit 2012. Kjo po. Mirë po, edhe tek këna që përmendi, në kënë ki shumë lidhe të egra, zotë i gjini. Edhe ti nuk mundesh me i pastru. Ti ke vendos kolektor për Krenës, kënës, mirë po ku është instalu kolektori, është fort më rëndësi, ku është instalu kolektori, lidhja e egrave qytetarët nuk i ka përputh me nalësim. Edhe ja kalon në vullnetin e lidhje qytetarëve lidhuni. E çka nëse nuk lidhet? Çka nëse nuk lidhet? Dhe më thonë uji edhe në qytet mbetet i papastër. Prandaj është rrezik shumë i madh që na më shku me akumullim të ujrave të zeza në liçe. Gushën e përmendi. Saktësisht Gusha është modeli, është ilustrimi i improvizimit me gjëra kaq të ndihshme. Faleminderit. Që në Gushë qytetarët janë skajshmërisht të zhgënjur me mënyrën që ka improvizohet me Gushën. Shiko. E marrin këta tipat një njëri që e ka bën një pudrum pa leje. Si on për tip? Vish pak. Tha, në shumë s'fola, po edhe je tip kështu dhe mu po. Ja, s'po flas për estetikë. E marrin një njëri që e ka bën një pudrum pa leje, e që bën zhurmë gjithka, s'pa kom qysh mu lidh në kanalizim, se s'ka qysh mu lidh, se s'ka pas leje, se është përfundi shtratit lumit. Qysh mi lidh ato, qysh mi lidh. Për ndryshe,
Krena sot është lumi urban më i pastër në Kosovë, dilni e shenjë, pak të në zonën urbane. Asnjë nuk është asisoj. Krejt kanalizimet janë lidhë. Qysh funksionon kjo punë është kështu? Vendoset kolektori dhe pusetat. Normal që ato kanalizimet që kanë qenë funksionale i ka lidh operatorin puset. Nëse ndërtohet diçka e re, normal që duhet vetë pronari me u lidh. Këto punë që janë punë kolosale, dëgjoni. Janë kolosale, nuk i ka besu kërkush që mujnë me u bo. Janë tepër ndaj edhe jam krenar që janë të bo. Por nuk mujnë me pritun edhe 5 vjetë për me kry dikush do punë tjera e mi bo liqeni. Liqeni është pallë fituesi. Për shkak se deri sot punohet në liqe, kolektorët vetë shkojnë në impjant. Po kuptoni, punë të kryhen edhe në të njëjtën kohë. Okay. Jo me pritë. Shumë bëbohen, gusha nuk është moshtrat, nuk është korit, gusha është boj jazë. Edhe nuk ka me përballu një vërshim të madh, dushë majnë mend banorët vërshimin e gushës, po ta garantoj, që qaj edhe kene me qenë në fjalë publike, po japim këto, nuk kanë me mujt me përballu vërshimin. Për ndryshe, liqenin, infrastrukturën, tash edhe fituesi ta që është shpolla, po. A dini që ka është interesant? Ma herët tha me plot të drejtë, që ne nuk shpallim as të nderë madje, as nuk jëm fal, as vi buxhetore nuk ndajmë për ato projekte që nuk janë përfunduar. A është projekti i liqenit i përfunduar si projekt? Mirë, a ka leje mjedisore liqeni? Nuk ka nevojë. Qysh? Jo që ta tregoj ligjin. Wow. Tregoj ligjin. Hajt për Trajtimi disa herë kem pas si çështje, prej Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor na është thonë që trajtimi i lumejve edhe i rrjedhave ujore në zona urbane është kompetencë e plot e komunës. Po bre? E kemi me letër në kartë. Ke qenë Ministri i Ambientit. Kjo është kategoria e tretë e investimeve kapitale. Nuk mund është ti pa lejen e qeverisë, sidomos ku bëhet fjalë për lumenjt, me ndrudh rrjedh e me bo liqe. E leja mjedisore, vlerësimi mjedisor është jashtëzakonisht procedurë komplekse, sepse duhet me u shoqëruar me njëmëri studimesh për sjelljen e peshkut, ekosistemin, minimumi ekologjik, vërshimet. A dini se ku ka raste kur e kanë të kaluar dhe nivelin e drinit. A në bo çto studime? Nuk janë bo. Unë po ashtu kam informata, zyrtarën nga Ministria e Mjedisit e kom pyet, a ka vlerësim mjedisor? Kanë thonë jo, është ardh aplikimi, po nuk kemi kthy përgjigje. Edhe projekti nuk është i përfunduar, përderisa ti prek në lumen që në pronë në shtetit dhe pa lejen e shtetit nuk guxon me ajo prek rrjedhën e tij e ka ajo prek rrjedhën. Faleminderit. Kjo është gabim fatal sidomos Po du me fol për koalicione. Pritni e shihni. S'kam çam më thon tjetër. Okay. Edhe fal, më duhet edhe bëli tar po bëni një falloj kallëzimi penal. Nëse mund, ma bën. Të nderi ku është shpolla. A dini çka ka qenë interesant? Është një farë kriteri për ekzekutues të projekteve që me pas certifikim të njëkohshëm sasi dhe cilësi të ujit. Kjo më ka kall. A dini pse? Sepse sasia dhe cilësia e ujit janë komplet profile të ndryshme studimore. Sasia e ujit ka të bëjë me inxhinieri, me hidraulik, matematik, fizik, ndërsa cilësia e ujit ka të bëjë me kimi, me biologji, dhe vetëm në të nderin që u shpall për infrastrukturën e bazenit, në pas ka dalë një gjeni që është edhe kimist edhe inxhinier hidraulikës. 3 sekonda. Kjo është skandaloze që ka ndodhur. Paramendohet. Edhe domethënë është i paramenduar. Kjo është zoti Gola, morët kohën e caktuar. Paramendohet çka kishte ndodhur me Gjakovën, sikur ky mos të më kish njeh mua krejt kohën çfarë bëj me pas gjeneru ide të veta. Sidomos doni me kalu te koalicionet apo? Po. Tema e radhës është për koalicionet. A keni fillu diskutimet qysh kemi arrit shumicën në asamblej? Po, pa tjetër, koalicione formale nuk kemë nënshkru për ndamjet posteve, mirë po edhe Lidhja Demokratike e Kosovës edhe Partia Demokratike e Kosovës janë shprehë gatshme me qenë në koalicion me njëherë si të kryhen zgjedhjet. Jemi dakordu, na duhet shumica në asamble, për shkak se unë nuk funksionoj pa shumicë, asnjëherë nuk kam funksionu, se na shkakton kokdhëmbje gjatë rrugës. Jemi lumtur që e kemi një marrëveshje të tillë, edhe pse është gojore, drejtën po ju tregoj, nuk kemi dërgu letra për njëri tjetrin. Po jemi lumtur që e kemi. Në të njëjtën kohë, edhe Partia Liberale Egjiptiane është shprehë gatshme me punu me ne mas zgjedhjeve, po edhe tash është lajm i mirë për shkak se mua më duhet me e kriju atë shumicë, nuk mund me funksionu pa shumicë. E di që disa kanë thonë, po tutet që UPI, jo, unë vetëm e kam mujt me 16%, nuk e kam problem hiç. Po nëse kemi me qeverisë bashk, me PDK-n, me LDK-n, me PLN, o me dikon tjetër, mas zgjedhjeve, pse mos me e kry tash, jemi dakordu, jemi komod, jemi në rregull. Faleminderit.
një minutë. Po s'pëdio nuk ka që shpjegon ndryshe, nëse ka qenë në një epërsi të tillë me një diferencë tepër të madhe dhe që ka qenë komod në fitore, unë nuk e kuptoj pse ka pas nevojë me bë koalicion para zgjedhor. Për bashkëpunim që jeni të bindun që kur të fiton, këtë vinë për me ndo hisën e përgjësive. Kështu që unë jemi bindun që këtu ka ndodhur një trazim i një sigurie politike në të cilën Zotë Gjini është akomodu tash e sa kohë dhe mungesa e fitores pa ballotazh i ka dhënë një pasiguri të cilën është dashur me kompenzu me koalicione parazgjedhore. Them të drejtën, mu mjafton edhe koalicioni me qytetarë, përderisa jemi bindun që qëllimet dhe vizioni jonë janë më i mirë për Gjakovën. E qysh e bën shumicën në asamble? Ja, më pastaj mbetet çështje e domethënë negocimeve pas fitores. Unë jam i bindur që çdo parti mundet me ardhë, PDK-ja, LDK-ja, ne do të kemi sigurisht orientimet tona, po ndarja e drejtorateve përgjithësive është shumë sen i lehtë masi të fitosh. Ama kur ta bësh para fitores, para domethënë ballotazhit, mendoj që e ke një pasiguri bile jo të vogël. Faleminderit. Kaq kemi kohë për sonte. A keni ndaj replik? Po veç më thonë kështu. Urna. Unë nuk kom pas pasigurinë zgjedhje as kur kom garu me mimozën që u kon shumë për para këtij me vota. As atëherë se kom pas. Jam njëri që e vlerësoj korrektësinë e Partisë Demokratike të Kosovës në 4 vjet që kanë kalu. Edhe definitivisht që kom pas me i ftu, po ju tregoj edhe diçka. Këtë partit mu kanë ofru vetë, të tonat, po unë duna me zgjedh. A dini pse janë ofru krejt partit? Se kanë të qartë kush po fiton, nuk ki me fituar dhe janë qëtësov. Ja, po tash, dëmonë kër bëhet edhe zë i një verdikti duke paragjyku ato që ka me donë Sovrani, nuk është në regull. Andaj je pak korrekt, mos shprek si arogancë sepse Sovrani të dënën. Është arogancë për njerë. Sovrani në dëshkon, ti s'mudër nuk ako me vitu, as ko me vitu unë. Mirë. Nuk është arogancë për njerë, nuk është arogancë, po shifrat dhe qytetarët kanë tregu. Shifrat, po, a dini so fitusi relativ i zgjedhjeve në rondën e parë është përmbys me rezultat, me këtë diferencë, e madje edhe me diferencë më të madhe. Faktën 3 unë e di çfarë. Faleminderit. Lejoni. Kështu që mos përndryshe po të mos kishe siguri, nuk kishe vënë për koalicionin Ardiana, faleminderit për debat, ju falenderoj për një nivel kogjat nalt të diskutimit, me të vërtet ishë dy të përgaditun edhe pa ofendime personali me u kry një debat për ballotazh, po është gjë e rrallë, për që ato ju falenderoj për përgatitjen që po e bëni për debat, nivelin teknik, qytetarin që i keni tregu, po shpresoj që e përhapni në kandidat tjerë për ballotazh, se ishte një prej debateve me mas shumë të kënaqësi që e ndigjova edhe mësova shumë. Kjo ishte debati për Gjakovën, e nesër mbrëma jemi në komunë tjetër për ballotazh, vazhdoni me na shkruajt në kallxo.com. Deri në emisionin e radhës, natën e mirë.